Në fillim të viteve 70, komuniteti shqiptar në Zvicër filloi të aktivizohej politikisht kundër regjimit komunist në Shqipëri. Shumë prej tyre ishin të rinj të larguar pas viteve 60, të shgënjur nga propaganda dhe realiteti i vendit. Në mesin e tyre, një grup prej 6 personash, 4 burra dhe 2 gra, u organizua nga një ish major i ushtrisë shqiptare që kishte dezertuar dhe ishte strehuar në Gjenevë. Ky grup kishte qëllime të thjeshta, por të guximshme, të futej në Shqipëri nga deti, të dokumentonte gjendjen reale të varfërisë dhe terrorit dhe më pas të dilte përsëri jashtë për t'i treguar botës së lirë të vërtetën. Zbritja në brigjet e Karaburunit. Në korrik të vitit 1972, me një varg të vogël peshkimi të blerë në mënyrë të fshehtë në barit të Italisë, grupi u nis në një natë pa hënë drejt bregut shqiptar, duke synuar një zbarkim të heshtur në një nga zonat më të egra dhe të pashkelura, Karaburuni. Ata nuk kishin armë, vetëm kamera, trakte dhe disa mjete radioje për transmetim të shkurtër. Por regjimi i Hoxhës ishte ndër më të dyshuarit në botë. Fluturimet e rregullta të avionëve të zbulimit dhe radarët e vjetër sovjetik në Sazan kishin regjistruar një lëvizje të dyshim. Mrekullia që nuk ndodhi kurrë. Diversantët zbritën në një plazh të shkret në skajin jugor të Gadishullit. Kaluan natën në një shpellë dhe në mëngjes nisën lëvizjen drejt një fshati të largët në zonën e Dukatit. Nuk e dinin se gjithçka ishte tashmë e përgjuar. Një bari që kishte parë lëvizjet në breg njoftoi menjëherë forcat kufitare. Brenda 12 orësh, një njësi e komanduar nga kolonelët e Ministrisë së Brendshme u vendos në Gadishull dhe nisi një operacion bllokimi. Kapja dhe zhdukja. Në një përplasje të shpejt pranë një rruge të fshatit Tragjas, grupi u kap pa luftë, ishin të parmatosur dhe të lodhur. Nuk pati asnjë lajm për ta në media. Ata u zhdukën nga faqja e dheut. Vetëm më vonë, në vitin 1992, kur u hapën pjesërisht arkivat, u mësua se grupi ishte marrë në bazën ushtarake të Sazanit dhe më pas në një burg të nëndheshëm në Vlorë. Të gjitha provat, kamerat, dokumentet dhe regjistrimet u sekuestruan nga drejtoria e kundërzbulimit. 3 prej burrave u pushkatuan pas disa muajsh në një vend të panjohur. 2 gratë u dërguan në burgun e Burrelit dhe u mbajtën për 12 vjet. Një nga të burgosurat, një vajzë 24 vjeçare me origjinë nga Shkodra, la pas një ditar që i shpëtoi kontrollit dhe që më pas u botua në një gazetë të Zvicrës. Një fragment nga ditari i saj. Ishim pa armë, por ata pan trakte si thika. Ishim pa urrejtje, por ata pan dritën si rrezik. Ishim vetëm të rinj që donim të tregojmë të vërtetën. Por këtu e vërteta të vret më shpejt se plumbi.